Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Unë jam Doriana, si të shikoni edhe nga pamja këtu, Doriana Zici, te kanali Mësoni Italisht dhe Greqisht. Për çfarë përbëj këtë video? Këtë video po e përbëj për të treguar, sepse siç e shikoni ka kaluar shumë kohë dhe po e bëj këtë, do të them ka kaluar shumë kohë pa bërë video si italisht dhe greqisht, sepse jam duke u marrë me seleksionimin e videove. Çfarë do të thotë kjo me seleksionimin e videove? Është faqja ime kryesore këtu, edhe kam bërë një herë tjetër, unë nuk e di tani ta bëj pak më të shqelluar. Kemi home, video, playlist, community, këtu është ku bëj pyetjet dhe nëse doni të përgjigjeni. Çfarë kanale të tjera kam dhe informacionet e mia, pse kam ndërtuar këtë kanal. Dhe tani, duke qenë se janë shumë video, i kam filluar të seleksionoj dhe për të parë shkojmë këtu te playlist. U ha playlista dhe si i kam seleksionuar? I seleksionuar në këtë mënyrë. Këtu, te kjo playlisti parë që 25 kemi folje italisht shqip, pra do gjeni të renditura të gjithë videot që kanë të bëjnë vetëm me folje. Italisht për call center, do gjeni të gjitha videot që i përkasin nivelit si të mësojmë dhe të flasim italisht që na duhet për ta përdorur te call centeri. Duhet të ndalem pak te kjo playlista. E ndërtova këtë playlist duke u nisur nga një studente që më dërgoi një mesazh Dorina po, dhe më tha se do disa mësime për call center. Dhe falenderoj edhe i ndërtova këto videot këtu, pra i vura këto videot që kisha bërë, duke qenë se i kam marrë që nga fillimi, nga alfabeti, si shqiptohen gërmat, si zgjedhojmë foljet, domethënë mënyrën se si zgjedhojmë dhe që kështu mund ta bëni edhe juve, pra mënyrën se si flasim, çdo gjë. Çfarë duhet nga juve që mund të mësoni dhe të shkoni të punoni në call center? Duhet që të punoni për ato që kam bërë unë, të mësoni përmendës, të shkruani dhe nëse keni ndonjëri që mund të flisni italisht, mund të flisni. Po njëherë do të shikoni të gjithë këto mësimet që janë këtu dhe të mësoni. Pastaj tjetër, çfarë kemi? Kemi italisht për fillestarët, sepse shikoj tek analiza e kanalit që shumë veta duan italisht për fillestarët. Dhe këtu janë të gjitha videot për sa i përkasin italisht për fillestarët. Kurse këtu kam bërë fjalor italisht shqip, pra të gjitha fjalët që unë kam përkthyer gjatë këtyre viteve nëpër video, pra që kam bërë video, dhe i kam futur te kjo playlista këtu. Këtu kemi tjetër që janë për parashkollorët. Pse është kjo, domethënë kjo është kështu, nga që i kam futur, kam bërë tema të ndryshme dhe që ju mos të ngatroheni të shikoni vetëm atë gjë që doni. Pastaj këtu është për kur shkojmë në pushime, këtu është për baqepsia ime, këtu është nëse doni vetëm greqisht, keni vetëm temat e greqishtes. Këtu kemi nyjet, duhet të ndaloj në disa pra, është e rëndësishme të ndiqni shumë edhe playlistën nëse do je për call center dhe italisht për fillestarë, të ndiqni shumë mirë edhe nyjet, sepse po nuk ditem në italisht, nuk mund të flasim në italisht. Tjetër, proverbat në italisht, për çfarë duhen proverbat në italisht, që të dim se çfarë na thot tjetër kur na thot një fjalë të urtë, për çfarë na i tha këtë fjalë e urtë, çfarë do të thotë me këtë gjë. Dhe tjetër, janë 2 playlist shumë të mira që kam bërë, por që nuk shikojnë shumë, është espresione dhe shprehje në italisht, pra duhet ta korrigjoj, pra shprehje fjalinë në gjuhën italiane, dhe kuptimet e fjalës, për shembull dammi una mano, acqua in bocca, pra çfarë do të thotë kjo në italisht, dhe si të kuptojmë. Pra ju sugjeroj që të ndiqni shumë këto të dyja, edhe foljet shumë. Nëse doni të dini italisht komplet ose të mirë, ju ftoj, që të ndiqni një nga një të gjitha, sepse i kam seleksionuar. Tani më kanë ngelur pa seleksionuar dhe fjalit në italisht dhe dialogjet. Pra do t'i keni të gjitha të ndara dhe t'i shikoni sipas dëshirës tuaj. Si mund ta bëjmë të mjafton? E hapim këtu, do të riproduci tutto. Është reklama. Dhe këtu janë të renditura të gjitha. Shikoni, ke të gjitha këtu të renditura. Do të vinë një pas një. Shikoni se keni të gjitha të renditura dhe do të vinë një pas një. Ja. Fillon mësimi parë, zgjedhimi me are, me ere, të gjitha foljet që i kemi zgjedhuar dhe i kemi bërë dhe mënyrë se si zgjedhohen. Në rregull? Pra, i kam vënë kështu që të dini se si zgjedhohen.
Tani nuk po e bëj me zë, pra fillojmë, ose paska më e folje. Në rregull? Pse është zgjedhimi i dytë? Paska zgjedhimi i dytë, kam gatuar temën këtu, më duket atë titullin, sepse në vend të tema thot zgjedhimi i dytë dhe këtu që ka fjalor. Që kanë gatuar, do ta shikoj pastaj, po kjo është. Po të shikojmë një tjetër. Po, zgjedhimi i foljes ire. Pra si bëhet zgjedhimi i tretë. Aprire, hap dhe finire mbaroj. Dhe tu, si që keni vënë re, kujdesni gjithmonë mbaresat. Në këtë mënyrë si të zgjedhuar këtu, do t'i bëni edhe ju atyre të tjera, po do të gjigjoni me zë. Ky është edhe mësimi i ditës së sotme. Do vazhdoj akoma të bëj dhe njerëzit e tha dialogjet edhe fjalit në gjuhën italiane. Dhe rishikohemi në videot e më vonshme. Si që thash, mos harroni të shikoni video më të teshme, sepse do marrim tema specifike. Kur jemi në tre, kur jemi në tren, në avion, pra çfarë themi kur jemi në këto situata. Në qoftë se pëlqeu video, jepni një like, komentoni dhe shpërndajeni me njerëzit që kanë nevojë të mësojnë italisht, greqisht dhe disa gjëra për sa i përket punës nga interneti. Faleminderit dhe unë ju dëgjofshim.